Sot jemi mbledhur për të kujtuar një nga apostujt e Zotit tonë Jesu Krisht dhe një martiri të madh, Shën Andrea. Kisha mbledhë çdo ditë për të kujtuar shenjtorët e saj. Dhe kështu ka filluar dhe kalendari kishtar, nga mbledhja që bëhet për kujtuar ato. Përse i kujtojmë ne vazhdimisht e çdo vit? I kujtojmë se është shumë e rëndësishëm. Ata u modeluan duke pasur parasysh Krishtin dhe ne duke lexuar jetët e tyre do modelohemi sipas tyre. Dhe siç e kam përmendur disa herë, jetët e shenjtorëve nuk janë thjesht biografi, ashtu siç ikona nuk është thjesht portret, por është diçka shumë e thellë dhe më tepër. Duke lexuar jetët e shenjtorëve, ne mund kemi mundësinë që të jemi në kontakt me dimensionin e botës tjetër, sepse këta njerëz ishin njerëz të shenjtëruar, ashtu si me lipsanet e tyre, duke i prekur transmetohet hiri i shpirtit shenjtë. Ato lipsanet e tyre u shenjtëruan nga jeta e tyre dhe nga prania e shpirtit shenjtë. Dhe ai rrezatim vazhdon vazhdimisht. E njëjta gjë ndodh edhe me ikonat. Nëpërmjet tyre transmetohet pikërisht fuqia e prototipit. Ne nuk adhurojmë drurin, as gurin, as të tjerët, por nderojmë pikërisht ata që paraqiten në ikonat. E njëjta gjë është dhe me jetët e tyre. Duke i kujtuar ato jetë, ne mund të ndjejmë fuqinë e hirit të shpirtit shenjtë. Shën Andrea ishte vllai i Shën Pjetrit dhe është i parë thirruri, i pari që u thirr si apostull. Ungjilli i sotëm na tregon shkurtimisht në pak për jetën e tij, ai së bashku me një nxënës tjetër, që sipas traditës ishte Shën Joan Ungjillori, ishin nxënës të Shën Joan Pakzorit. Dhe Shën Joan Pakzori duke parë Krishtin të kaloi thotë ja qengje i Perëndis. Duke qenë njerëz shumë të devotshëm e duke dëgjuar vazhdimisht shkrimin e shenjtë, ata i kuptonin fjalët e profetëve të Djatës Vjetër. Dhe kuptuan që tek fjala që tha ky është qengje i Perëndis është pikërisht Mesia, dhe shkuan pas të dy. Krishti ndaloi, u kthye dhe çfarë kërkoni? Dhe ato i thanë që mësue s'ku banon, i tha eja dhe shini. E shkuan dhe ndetën tëra ditë me Zotin duke biseduar. E ndonë se ishin nxënës të thjesht dhe ishin bari ose peshkatar të dy profesionet, gjithmonë jo profesionet shkolluara, as nuk ishin njerëz shkolluar, po duke pasur një zemër të pastër, ata arritën të shikonin diçka që nuk e pan as dot njerëzit më të ditur të Izraelit në atë kohë, që ishin farisejt. Sepse të shohësh Zotin nuk mjafton të kesh një mendje të ndritur. Mund të jesh shkencëtari më i madh në botë, filosofi i shquar, përsëri nëse nuk është zemra e pastër, nuk mund të dallosh prezencën e botës tjetër dhe prezencën e Perëndis. Duke qenë njerëz të thjeshtë, e njerëz të devotshëm me zemër të pastër, ata e njohën që në personin e Isuit ishte Krishti, Mesia. Dhe Andrea shkoi i thotë dhe vllajti Simon Pjetrit, e Simoni vjen edhe vetë për të takuar dhe Zoti i ndroi dhe emrin, duke thënë nuk do quhesh më Simon, po do quhesh Shkëmb, Pjetër, Petros në greqisht, Kefa në hebraisht të asaj kohe, sepse Zoti i dinte më përpara se kush do ishin këta. Duke thirrur këta njerëz, Zoti i dinte se si po thriste, dhe po i thriste pikërisht për zemrën e tyre të pastër dhe për besimin e tyre shumë të madh. E duke filluar nga ajo ditë, Shën Andrea ndeti vazhdimisht pranë Zotit, duke dëgjuar predikimet e tij, ishte i pranishëm në kryqëzimin dhe në ngjalljen, dhe ishte i pranishëm ditën e Pentekostis, kur Shpirti i Shenjtë zbriti me fuqi mbi apostujt, duke i ndriçuar e shenjtëruar, dhe u bë një nga misionarët më të mëdhenj. Shkoi pothuajse në gjithë botën e njohur të asaj kohe, në Azinë e Vogël, në Jude, në Samari, në Ballkan, shkoi deri thellë afër detit Zi, ku ngjit sipër, dhe shkoi deri në territoret ku sot është Ukraina dhe Rusia, dhe duke përhapur kudo ungjillin. Por ungjilli nuk u prit nga të gjithë njerëzit me dashamirësi, madje shpeshherë me një urrëtie shumë të madhe. Apostujt, siç e dëgjuat dhe nga letra që shkruan Shën Pavli, vuajtën vojtje shumë të mëdha, pa ato kishin praninë e Zotit në jetën e tyre.
Dhe vujtjet e tyre s'mund të krahasohen, siç thot Shën Pavli, me atë që do na presi në botën tjetër. E duke pasur këtë besim e dashuri të madhe për Zotin, ato i dëruan të gjitha. Shën Andrea në një qytet Sinop, që nazin e vogël, e rrahan, e lidhën, e lanë gati të vdekur. E megjithatë ai vazhdonte përsëri duke predikuar ungjillin, e duke parapur kudo. Ngriti kisha pothuajse në gjithë botën e njohur të asaj kohe, dhe në shumë vende që shkonte saktonte dhe një peshkop. Saktoi një peshkop në Bizant, ishte një qytet e vogël të asaj kohe. Më vonë në të vend Konstantini i Madh ngriti qytetin e dëgjuar të Konstantinopolës dhe dha një nga të 70-tët stakin e vendosi si peshkop. Shkoi deri në Kievin e sotëm dhe sipas traditës aty u thanë nxënësve të tij, në këto kodra që sot nuk banë në njeri, do bëhet një qytet i madh i mbushur me kisha, dhe profecia e tij doli e vërtet. E kudo që shkonte ai përhapte ungjillin. Në fund fare ishte në Patra, në Greqi, dhe atje predikimi i tij ishte shumë i fuqishëm. Pothuajse gjithë qyteti u kthye dhe u bë krishterë. Dhe guvernatori i asaj kohe në atë kohë, duke parë që njerëzit po braktisin tempujt pagan, e të gjithë po ktheheshin krishterë, madje edhe shoqja dhe vllai i tij ishin kthyer, e kapi një zemrim shumë i madh. E donte që ta vriste Shën Andrean. E mori, e arrestuan dhe patën një debat shumë të gjatë. Nëse lexohet jeta e tij, do kuptohet dhe fuqia e madhe e apostujve dhe kuptimi i thellë që kishin ata për kryqin. Sepse kur e kërcënoi guvernatori dhe i tha që nëse ti do vazhdosh duke predikuar këtë gjë, do të kryqëzoj, Andrea u përgjigj me qetësi duke i thënë, mendon se trembe mu nga kryqi, unë që predikoj të kryqëzuarin, sepse ata kishin arritur të kuptonin misterin e kryqit. Kemi folur gjatë të dielave të kryqit, pikërisht kush është misteri i kryqit? Misteri i kryqit është pikërisht kjo gjë, ai instrument që ishte i tmerrshëm, një instrument torture dhe vrasje në kohën e perandrisë romake, Zoti e ktheu dhe transformoi në burimin e jetës. E në troparet e kishës sotme, në ditën e sotme që dëgjuat, thohet sa herë me anë të kryqit erdhi gëzimi në botë, o kryq gëzimi i gjithë botës. Të gjitha këto çfarë shprehin? Nëse ne do rrim të meditojmë për misterin e kryqit, vetëm atëherë mund të bëhemi të krishterë të vërtetë. Kryqi, padyshim, është një vuajtje e madhe, por kryqi nuk është fundi i historisë tonë. Fundi është ngjallja. Zoti e transformoi këtë gjë dhe shenjti i madh, apostulli i madh dhe martiri i madh Andrea e dashuronte kryqin. E së bashku me vllajën e tij, Shën Pjetrin, të dy u kryqëzuan në kryqe të ndryshme. Pjetri u kryqëzua duke kërkuar që s'jam i denj, thotë kryqëzohem si Krishti me kokën sipër, po kërkoj që të kryqëzohem me kokën poshtë. Ndërsa Zoti shikonte nga lart njerëzit, unë dua thotë nga poshtë të shikoj Zotin, dhe kryqëzuan me kokën poshtë. Të njëjtën gjë kërkoi edhe Shën Andrea, kur e kërcënuan, e donin ta vrisnin, edhe i thanë që do e kryqëzonin, kërkoi që kryqi mos ishte i njëjtë me kryqin e Krishtit, sepse si ishte i denj për atë kryq, dhe i vun një kryq në formë X-i, që edhe sot është shenja e apostullit të shenjtë Andrea. Kryqi, dy copat e kryqit ishin nga degu liri, thot tradita, dhe apostulli i madh nuk u trem nga e gjë. Masi e torturuan, i presion shumë të madh për ta vrarë, për ta bërë gjë, zemra e tij ishte mbushur me gëzim të madh që do takojë përsëri me Perëndin. Pse i përmendim disa pjesë të jetës tine? I përmendim pikërisht që ti imitojmë ato. Shenjtorët nuk ka nevojë për admirues, ka nevojë që ne ti imitojmë ato, që ta përhapim ungjillin, po me të njëjtën forcë siç e përhapën ata. Përmes vështirësive shumë të mëdha, ato e përhapën ungjillin. Sepse një besim i madh nuk mjafton vetëm thjesht pranosh që ka një Perëndi. Ne duhet ta përhapim këtë lajm të Zotit. Duhet ta përhapim ungjillin kudo me veprat dhe me fjalët tona. Shën Pavli shkruan në letrat e tij një frazë që është shumë e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Thot, besimi qëndron, thot, në zemër për drejtësinë, por nga goja del rrëfimi për shpëtimin. Çfarë duhet të thonë këto fjalë? Do thot pikërisht këtë gjë, që një besim i vërtet nuk mund të jetë dot nëse nuk do ketë vepra. Një besim pa vepra është një besim i vdekur.
Mund thonë njerëzit me gojë, por nëse jeta e tyre dhe fjalët e tyre nuk pasqyrojnë këtë besim, atëherë ky besim është i vdekur. Prandaj dhe apostujt e përhapën me aq fuqi shumë të madhe ungjillin, sepse e besuan, e donin Zotin dhe u ndriçuan nga hiri i Shpirtit Shenjtë dhe e përhapën këtë lajm kaq të rëndësishëm kudo në botë. Edhe sot bota ka nevojë për këtë lajm. Në këtë errësirë shpirtërore që shohim ne sot, ku shumë vlera janë humbur, shumë gjëra janë shtrembëruar, dashuria pothuajse ka humbur fare, miqësitë pothuajse se ekzistojnë, në rastin më të mirë mund të jenë kështu partner, ka nevojë pikërisht për këtë dituri, e ka nevojë për këtë mesazh e këto vlera shumë të mëdha të ungjillit. E këto përhapen vetëm nga njerëz që jo vetëm i besojnë, po njerëz që edhe i thonë pa u trembur nga asgjë. Profeti Isaia përmend vazhdimisht që nuk mund të ketë paqe dhe gëzim atje ku është e keqja. E nëse nuk ka paqe e gëzim në botën e sotme, është pikërisht e shtohet e keqja. E që të mundet kjo e keqja, mundet vetëm me dritën e ungjillit. Prandaj dhe ne lexojmë jetën e tyre, i lexojmë duke i admiruar ata dhe duhet dhe duke imituar ata. Dhe apostulli i madh Andrea shkoi drejt kryqit me gëzim. Fjalët që ka thënë janë shumëta, unë do bëj një përmbledhje shumë të shkurtër se çfarë tha duke shkuar në kryq. I thot: "Gëzohu o kryq, thot, që je shenjtëruar nga trupi i Krishtit, dhe prit me mua atje, thot, që të vendosem në këtë kryq, dhe më nxirr, thot, dhe më ngri ka toka që të shkoj afër e të bashkohem me Zotin tim që kam dashur aq shumë." Këto ishin fjalët e tij të funda. Dhe në kryq u pa një dritë jashtëzakonisht e madhe dhe me fjalët e fundit që tha ai: "Në duart e tua, Zot, jep shpirtin tim dhe shpirtin e tij tek Perëndia." Lipsani i tij u ruajtur në Patra për një kohë, në shekullin e 4 u mor nga dhe u çuan në Konstantinopoj, në kishën e madhe të 12 apostujve, dhe më vonë lipsani i tij u përhap në shumë vende. Sot ndodhet në Rom, në Itali, ndodhet në Patra, është sjell një pjesë e lipsanit që ishte në Rom, dhe lipsanet e tij kanë bërë mrekulli të shumta. Dhe një pjesë e vogël e kafkës tij ndodhet në manastirin e Malit Shenjtë Vallopedhi, në cili adhurohet e nderohet nga të gjithë vizitorët që shkojnë atje. Lipsanet e shenjtorëve gjithmonë bëjnë mrekulli, siç thamë më parë. Bëjnë mrekulli sepse janë shenjtëruar nga këta njerëz. Ne nuk adhurojmë e nuk nderojmë kocka të vdekurish, siç mund të shohim njerëzit, po nderojmë pikërisht diçka që është shenjtëruar nga prania e hirit të Shpirtit Shenjtë, dhe lipsanet në kishën ortodokse janë shumë të rëndësishme, ashtu siç janë ikonat e siç janë jetët e shenjtorëve e të martirëve të mëdhej. Duke predikuar kryqin, ai predikoi shpëtimin e njerëzve, sepse çdo smundje shërohet nëpërmjet mjekimit. Mjekimi mund të jetë i hidhur, por shërimi është i ëmbël. Kryqi mund të jetë shumë i fortë, e mund të jetë shpeshherë me vështirësi mund përballohet, por ajo që vjen pas kryqit, nëse është kryqi i Krishtit, vjen gëzimi më i madh. Prandaj dhe troparët e kishës thonë: "Nëpërmjet kryqit erdhi shpëtimi dhe gëzimi në botë." Le të mundohemi ta kuptojmë misterin e kryqit. Dhe misteri i kryqit nuk kuptohet vetëm thjesht nga ana intelektuale. Nga ana intelektuale mund duket o marrëzi, o mund duket skandal, si shkruan Shën Pavli për hebrejt, që ka kuptimin për besimtarët asaj kohe, kryqi ishte një skandal. Si ka mundësi që Zoti, që ka krijuar qiellin e dheut, kryqëzohet në kryq nga njerëzit e tjerë? Dhe për grekët ishte marrëzi. Me grekët kuptoi fjala filozofëve, dietarëve të saj. Kryqi nuk kuptohet dot me këtë. Kryqi kuptohet nga një zemër e pastër. E kuptohet nga një njeri që është thelluar thellë në jetën e tij fetare. Nëse ne nuk e pranojmë kryqin, si mund të jemi të krishterë? Sa shpesh mërmërojmë ne për shumë gjëra, ankohemi për shumë gjëra, sepse nuk e përballojmë dot kryqin. Nëse jemi smur, ankohemi. Nëse na ndodh diçka e vështirë në jetë, ankohemi. Dikur nuk ka qenë kështu. Tregon një histori shumë bukur Shoni Angojarti. Në një konizm të vogël jashtë Konstantinopojës, po shëtiste dhe po ecte, dhe pa një grua që kishte rënë në kryq dhe po qante, shkulte flokët, thotë: "Zot, pse më ke braktisur?" E duke u dhimbsur ndaloi aty. Mbasi mbaroi dhe u ngritej e gruaja, e pyet zonjën, thotë: "Çfarë ka ndodhur?" Thotë që asgjë, thotë, s'ka ndodhur.
Po pse po qanje dhe ulërisë? Pikërisht për këtë, se kam 3 vjet të suspendoj asnjë gjë, duke kujtuar që Zoti e kishte braktisur, sepse nëse Zoti na donte, padyshim që ne jep mjekimin. Mjekimi mund të jetë i vështirë, po shërimi do jetë gjithmonë i ëmbël. Ky është misteri i kryqit, e nuk mund të ketë krishterëm pa kryqin, sepse kryqi është ajo që e solli shpëtimin e njerëzve. Në këtë ditë do doja t'i uronja të gjithë ata që quhen Andrea dhe festojnë emrin gëzuar dhe për shumë vjet.